Para 8 viteve, Samih Al-Meshhadani bashkë me familjen e tij u detyrua të largohet nga vendi i tij i lindjes, Siria. Shkak i kësaj u bë lufta atje e frika se ai dhe familja do të vriteshin. Por vuajtjet për të nuk mbaruan me ikjen nga atë dheu. Fillimisht u shpërngulëm në Turqi, por aq sa kemi qëndruar jemi përballur me diskriminim. Njerëzit atje nuk na mirëpritën. Pas Turqisë, shtëpi për të u bë Kosova, ku po jeton tash e 6 vjet. Kur erdha në Kosovë më zhdon ajo ndjesia e sigurisë dhe më erdhi nga njerëzit që më ofruan mirëseardhje. Këtë nuk e pash në asnjë shtet që kam kaluar. Sipas Al-Meshhadanit, në Kosovë i u premtua shumë çka, por në praktik doli e kundërta. Për këtë po e lë fajtor Ministrinë e Punëve të Brendshme, UNHCR e CRPK-n, që janë të mandatuar për mbrojtjen e refugjatëve. Aplikova për azil, mora vetëm statutin e mbrojtjes plotësuese dhe jo atë si refugjat. Bëra ankesë për këtë, por ata më thanë se nuk mund të marrësh një vendim më të mirë se kë, por të tjerët si turqit e ukrainasit munden. Aplikova dhe si banor rezident, prap mora refuzim. Mua më refuzohen të gjitha të drejtat që i kam. Nuk mund të aplikoj as për dokumente udhtimi. Ne po ndjekim me veprime ligjore ndaj këtyre institucioneve. Kështu ai nuk mund të atakoj as familjen. Krejt çfarë thonë është e dim, por na vjen keq, por a mjafton kur ti qëndron kaq vite larg familjes? A mendoni që një thirrje me kamerë mjafton? Kjo ka filluar të ndikojë edhe në shëndetin tonë mendor, duke na bërë të ndjehemi të diskriminuar me qëllim. Me situatën ngjashme po përballet edhe bashkështetasi i tij, Ala Al-Halabi, që ka po të njëjtin status. Unë qëndroj shumë mirë financiarisht, madje desha të investoja këtu. Të hapja një restorant, por duke pasur parasysh statusin tim, unë jam përballur me shumë vështirësi. Unë po neglizhohem dhe nëse shoh se kjo do vazhdoj, nuk mund të rrit në këtë vend ku nuk zbatohet ligji i tij. Nuk më lejohet të kem as dokumente udhtimi. Lidhur me këtë çështje, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ju përgjigj ATV-s as pas disa ditë insistimi. Ndërkohë, sipas këtij dikasteri, nga janari deri në fillim të muajit prill kanë kërkuar azil 15 persona.